Faleminderit për pyetjen. Sa i takon ndërhyrjeve të tjera që neve mund të bëjmë, neve kemi anoncuar dhe më parë, ne do të bëjmë, jemi duke hartuar një akt i cili do të ndërhyjë në reduktimin e aksizës në nivelin 20% dhe ky mekanizëm do të miratohet në Këshillin e Ministrave dhe do të bëhet publike në momentin e duhur. Ndërkohë që për sa i përket plerave kimike, po, një pjesë e inputeve bujqësore, konkretisht plerat kimike që vinë si derivate e nën produkteve të karburanteve, janë një komponent shumë i rëndësishëm i kostove të prodhimit të produkteve bujqësore dhe ne jemi duke i monitoruar në mënyrë të vazhdueshme. Ne edhe gjatë luftës së Ukrainës, kur inputet bujqësore, kosto e inputeve bujqësore u rrit ndjeshëm, nuk ndërhyjm në koston e produkteve bujqësore, pasi në përgjithësi ekonomia shqiptare është një ekonomi e cila bazohet në importe dhe prodhimi apo konsumi, çmimet ndikohen nga çmimet e importeve. Komponenti kryesor gjatë periudhave inflacioniste, pra kur çmimet rriten nëpër botë, është inflacioni i importuar dhe jo inflacioni vendas. Megjithatë, çmimet nuk ndikohen, pra siç u përmend edhe më parë nga juve, çmimet nuk ndikohen në mënyrë të drejtë për drejtë. Që dua të them që importet rrisin çmimet dhe prodhimi vendas, pavarësisht se nuk ka një rritje të kostove, po supozojmë që nuk ka një rritje të kostove, përsëri çmimet do të rriten, sepse çmimet nuk mund t'i përcaktojmë ne, çmimet përcaktohen nga oferta dhe nga kërkesa, dhe ajo që dua të them me gjithë këtë është që nëse çmimet e importeve do të rriten, edhe çmimet e produkteve vendase do të rriten dhe ne nuk mund t'i ndalojmë ato. Megjithatë, sigurisht që jemi në monitorim dhe nuk akoma situata për sa i përket inputeve bujqësore nuk shfaqet për të pasur nevojë për ndërhyrje. Bekim Bici, Ora News. Zonja Ministre, u ngrit tashmë bordi i transparencës që solli me njëherë një ulje të çmimit të naftës në vlerën 11 deri në 14 lekë në varësi të bizneseve. Ky ndikim tregon që ka patur një lloj abuzimi, thonjza, nga ana e kompanive të hidrokarbureve, pikërisht me këto shifra, pra 11-14 lekë të paktën referuar ditëve të fundit. Kush do i dëm shpërblej qytetarët për këtë abuzim dhe a ka një kosto ministria juaj se sa u ka kushtuar xhepave të shqiptarëve ky lloj abuzimin nga ana e kompanive të hidrokarbureve dhe së fundmi pse u shty kaq shumë ngritje e bordit të transparencës dhe mbledhja e tij? Faleminderit. Shumë faleminderit për pyetjen, se më jep një mundësi të sqaroj publikun për spekullimet mbi abuzimin. Arsyeja pse ne nuk e kemi ngritur më parë bordin e transparencës është sepse ne kemi bërë një monitorim ditor të çmimeve të bursës, të kostove të tregtimit, pra të kostove të taksave, pra të kostove të zhdoganimit, le të themi, të çmimit që karburanti del nga dogana dhe të çmimit të tabelave. Këtë kemi filluar që me shfaqjet e para, sinjalet e para të rritjeve të çmimeve. Dhe vetëm dje është materializuar një mos reflektim i çmimit të mbylljes së bursës me çmimin që ishte në tabel. Pra, nuk ka pasur asnjë abuzim deri në ditën e djeshme dhe edhe dita e djeshme nuk mund të konsiderohet si abuzim, pasi ne jemi kujdesur që ta monitorojmë në bazë ditore dhe nuk kemi ndërhyrë më parë me bordin, kemi komunikuar që në momentin e parë që ne do të shohim që nuk ka një reflektim direkt të çmimit të bursës tek çmimi i tabelës, ne do të ndërhyjmë me bordin dhe është kjo që ndodhi. Pra në bazë ditore kemi kalkuluar sa janë çmimet, sa do të ishin çmimet me bord dhe kanë qenë të balancuara deri ditën e djeshme. Dhe arsyeja për ngritjen, për uljen e ditës së djeshme dhe për mos reflektimin nga ana e tregtarëve të çmimit që neve përcaktuam në bord në mënyrë vullnetare, siç kishim bërë gjitha javët përpara, është sepse pardje pati një rënje të bursës dhe dje pati një rritje përsëri të saj. Pra, bursa është duke u luhatur me baza ditore. Megjithatë, ne gjykuam që ta fillojmë mekanizmin duke qenë se nuk pati një reflektim
të ditës brenda ditës. Kjo do të thotë, ajo që dua të them është që ne kemi një ekip në Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, në Ministrinë e Financave, që për ditë monitoron jo vetëm çmimet e bursës, po jo vetëm në fund të ditës, por edhe gjatë ditës, dhe gjithashtu monitoron çmimet e tabelës jo vetëm në fillim të ditës, por edhe gjatë ditës, me qëllim që të jemi të vëmendshëm për të kuptuar nëse ka luhatje dhe ka nevojë për ndërhyrje. Hera e parë që nga fillimi i krizës, i një mos reflektimit të menjëhershëm të çmimit të bursës u materializua dje dhe kjo është arsye pse ne dje e mblodhëm bordin menjëherë. Përshëndetje, Dorina Azo nga revista Monitor. Sipas të dhënave, rezulton që gati gjysma e rritjes ekonomike ishte e mbështetur nga sektorët si pagat e administratës, taksat, real estate, sektori i ndërtimit që ishin me rritje, akomodimi, tregtia, ndërkohë sektorët real të ekonomisë, industria dhe bujqësia ishin me rënje. Zonja Ministre, sipas jush, pse ka ndodhur kjo, cila është arsyeja dhe sa gjithëpërfshirëse dhe qëndrueshme është kjo rritje? Dhe së dyti, duke u ndalur në cilësinë e kryetares së bordit të transparencës për hidrokarburet, ju tha se do fokusoheni dhe në kontrollin e çmimeve për produktet e shportës ushqimore. Konkretisht në treg aktualisht ka një rritje të vajit ushqimor me rreth 8% për shkak të efekteve të luftës, rritjes së karburanteve dhe transportit. Konkretisht në cilat produkte do fokusohen? Do ndodh siç ndodhi në krizën e 2022-shit në Ukrainë, ku ju fokusuat në kontrollin e çmimeve për orizin, sheqerin, vajin, mund të kemi konkretisht cilat produkte, të dhëna konkrete. Faleminderit. Shumë faleminderit për pyetjen. Dua të bëj një saktësim, në fakt po, është e vërtetë që industria dhe bujqësia janë dy sektorë të cilët nuk kam pasur, pra kam pasur një ngadalësim në gjatë vitit të kaluar dhe konkretisht gjatë 3 mujorit 4 të vitit kaluar, po këto nuk janë sektorët me peshën kryesore në ekonomi reale. Shërbimet është sektori me peshën kryesore në ekonominë reale. Sa i takon prodhimit, janë sektorë që lidhen me prodhimin e mallrave, por jo me prodhimin total të ekonomisë shqiptare. Megjithatë, sigurisht që duhet parë dhe duke analizuar dhe kjo është ajo që ne bëjmë në bazë ditore. Sa i takon industrisë, industria ka pasur një reduktim, por reduktimi ka ardhur kryesisht nga bizneset të mëdha të lidhura me industrinë nxjerrëse, që lidhen me faktorë të cilët janë jashtë kontrollit të politikës ekonomike të tonë. Nuk është korrekte që të përmend emrat e bizneseve, por nuk është as e vështirë për tu imagjinuar. Sa i takon për shembull prodhimit të energjisë elektrike, ne kemi pasur një rritje të prodhimit të energjisë elektrike që në fakt është në fokus të politikave tona dhe në fokus të programit të qeverisë shqiptare për rritjen e peshës së energjisë elektrike në industrinë totale, duke qenë se ne synojmë që të bëhemi vend eksportues neto dhe ne synojmë edhe bazuar në të gjithë konjunkturat e viteve të fundit dhe të ndikimit të çmimit të karburanteve në kostot e prodhimit apo në ekonomitë, synimi ynë është që të përqendrohemi te energjia, te prodhimi i energjisë elektrike, ke prodhimi i gjelbër i energjisë elektrike dhe tek autonomia e shtetit shqiptar në prodhimin e energjisë elektrike, me qëllim që gjithmonë e më i ulët të jetë efekti i goditjeve nga jashtë dhe mbi të gjitha i goditjeve të karburanteve në ekonominë vendase. Dhe vërteta është që në fakt, nëse i referohemi krizës së mëparshme, Shqipëria pati një ndikim më të ulët se sa vendet e tjera të rajonit apo të botës, pikërisht për shkak të strategjisë që neve kemi për rritjen e autonomisë në prodhimin e energjisë elektrike, në rritjen e kapaciteteve në prodhimin e energjisë elektrike, me qëllim që, siç thash, të kemi një ndikim sa më të ulët. Sa i takon ushqimeve, unë e thash, ne
po i monitorojmë një sport me 80 ushqime, po i monitorojmë me bazë ditore dhe e vërteta është që kanë filluar të reflektohen në disa prej produkteve të shportës çmime të rritura. Pikërisht për këtë arsye, siç thash, ne do të aktivizojmë një ekip, disa grupe monitorimi nga Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut për të verifikuar këto çmime, realitetin e këtyre çmimeve, pasi sigurisht që ne kemi përzgjedhur në bashkëpunim me Instatin këtë listë produktesh, por edhe një numër të limituar të tregtarëve. Tani do dalim në terren për të monitoruar çmimet dhe për të monitoruar reflektimin e furnizimeve me realitetin e çmimeve. Patjetër që nëse do të marrim vendime në të ardhmen, do të marrim vendime të cilat lidhen me shportën bazë të konsumit, me rritjen e përgjithshme të çmimeve të konsumit. Ne në vitin 2022 ngritëm një bord për ushqimet. Është e vështirë që tek ushqimet ne të bëjmë të njëjtin mekanizëm që aplikojmë te karburantet, sepse format dhe mënyrat e importit të ushqimeve janë të ndryshme. Pra nëse karburanti, të gjithë tregtarët operojnë me një çmim të bursës dhe zhdoganojnë me një çmim të bursës që ka një standard të caktuar dhe është e lehtë për ne të përcaktojmë një çmim dhe të kalkulojmë të gjitha kostot, produktet e shportës kanë një shumëllojshmëri të mënyrave të importimit apo të tregtimit. Për shembull, nëse marrim mielin mund ta importojmë me kuti 1 kilogramshme, mund ta importojmë me thas apo me depozita, mund të importojmë grur dhe ta prodhojmë dhe është shumë e vështirë që të përcaktosh një çmim për mielin apo një çmim për bukës, pasi komponentët e kostos janë shumë më të ndërlikuara. Megjithatë, siç thash, ne jemi në monitorim dhe ajo që duhet të garantojmë është që të mos ketë spekulime me rritje të çmimeve të cilat nuk reflektojnë çmimet e zhdoganimit, me rritje të çmimeve të cilat janë abuzive për shkak të pritshmërive që në të ardhmen do të rriten. Kjo është ajo që ne